For the king, not for me, but for Shabak. Rikthimi pas 3 vjetësh mungesi festivalit Erdh Lezeti ka dëshmuar se vazhdon të mbaj pranë audiencën e tij. Nuk është festival që ndërtohet mbi emra të mëdhenj komercial, por mbi idenë e bashkimit të njerëzve përmes muzikës, kulturës dhe jetës në hapësirat publike. Pikërisht këtë filozofi organizatorët e kishin bërë të qartë edhe në njoftimin me të cilin paralajmëruan rikthimin. Para objektit të qeverisë së Kosovës, të dielën mbrëma, hapësira ka marrë një identitet krejt tjetër. Tingujt e kitarave, saksofonave, trumbetave e daulleve ka njohuar në shesh, ndërsa qytetarë të shumt janë mbledhur duke e rikthyer atmosferën që për 3 vjet kishte munguar. Disa kishin ardhur enkas për festivalin, të tjerë u ndalën rastësisht pasi kishin dëgjuar muzikën nga larg, por të gjithë kanë përfunduar në të njëjtin vend, përballë skenës së Erdh Lezetit, festivalit që u rikthye me premtimin se organizimi nuk do të ndalet më dhe se secili edicion do të jetë edhe më befasues. Programi nisi me grupet vendore La Fazane, Hawalf dhe Rilindja, të cilat sollën tinguj të rokut alternativ dhe muzikës moderne shqipe, duke ndezur gradualisht atmosferën. Kur në skenë u ngjet Antwerp Gypsy Ska Orkestra, atmosfera ka marrë një tjetër ritëm. Ska, reggae dhe muzika tradicionale rome janë ndërthurur në një performancë plot energji, ku instrumentet frymore kanë dominuar çdo interpretim. Publiku ka reaguar me njëherë duke kërcyer në ritmet ballkanike të përzera me frymën perëndimore që karakterizon bendin belg. Gregor Engelen, lideri i Antwerp Gypsy Ska Orkestra, e ka përshkruar koncertin në Prishtinë si realizimin e një dëshire shumë vjeçare. Na u deshën 24 vjet për të ardhur këtu. Është një nder i madh. Dje kemi qenë në Shkup, sot jemi në Prishtinë. Ka bërë me dije se lidhja me Kosovën kishte nisur shumë vjet më parë përmes organizatorit të festivalit, Bajram Kinolli Kafu. Fillimisht dukeshin pak të çuditshëm, por ne e njohim organizatorin Kafun, këngëtarin e Gypsy Grooves prej 15 vjetësh. U takuam herën e parë në Rumani në një festival romash në Rumani, më në fund pas 15 vjetësh mund të luajmë në Prishtinë. Është një nder i madh. Na u deshën 24 vjet për të ardhur këtu. It's a great honor. It took us 24 years to come here. Sipas tij, krijimi i bendit ishte frymzuar nga muzika ballkanike që kishte zbuluar përmes filmave të Emir Kusturicës dhe muzikës së Goran Bregovićit. To be honest, I'm a trumpetist. Të jemi sinqert, unë jam trumpetist, filloj me këtë lloj muzike. Jam udhëheqës i një grupi Tunxhi, grup antifashist, militanti Tunxhi për 25 vjet. Fillova të luaj në grup Tunxhi 25 vjet më parë. Më pas bëra orkestrën e Romëve të Antwerpit, sepse kam parë një film nga Emir Kusturica dhe Goran Bregović në vitin 1995 dhe dëgjoj muzikën ballkanike rome. Jam befasuar nga ajo dhe kam thënë se dua të kem grupin tim të Tunxhit. Wow, what is this? I want to have my own brass band. Mbrëmja ka kulmuar me paraqitjen e Demirkan Brass Orkestra nga Shkupi. Me 8 instrumentistë në skenë, orkestra solli fuqinë karakteristike të muzikës rome ballkanike. Festa nisi papritmas që nga hyrja në hapësirën ku mbajt ngjarja e deri te skena, duke mbledhur gjithë publikun përreth ansamblit. Tingulli i instrumenteve frymore e daulles ka krijuar energjinë që u përhap në të gjithë sheshin. Lideri i bendit, Demir Kanturovski, ka thënë se repertori ishte zgjedhur enkas për të sjellë frymën autentike rome. We chose for this night the Gypsy repertoire. Ne zgjodhëm për këtë natë repertorin rom. Ne jemi grup Tunxhi nga Maqedonia e Veriut dhe jemi rom. Jo është arsyeja kryesore që duam ta kultivojmë këtë muzikë. This is the big reason we want to reproduce all of Gypsy materials. Sipas tij, çdo koncert është një shkëmbim energjie me publikun.
every time Sa herë që dalim jashtë nga vendi ynë, duam të marrim pak nga secili vend tjetër dhe mendoj se kjo bën një energji shumë të mirë. Ky ishte një moment i vogël nga shfaqja jonë. Kjo muzikë ka rima shumë të forta, melodi shumë të forta dhe duhet të jesh një muzikant më kreativ që të mund t'ja dalësh. Për drejtorin e festivalit, Bajram Kinolli, Kafu, rikthimi nuk ka qenë vetëm vazhdimi një organizimi kulturor, por edhe fillimi një kapitulli të ri pas një pauze që, sipas tij, kishte ardhur nga nevoja për reflektim personal. nuk isha me qujtë specifike për lezetit që bojna veç muzikë rome, po është një muzikë e përzin me një infuzion llojeve të ndryshme, zhanreve të ndryshme të muzikës. Por gjithmonë të nisë që me pas një tanje e lezetit që me pas me i përfshi gjithë komunitetet në Kosovë që jetojnë, për atë arsye e përfundume një band rom të Maqedonisë. Shihemi vitin tjetër, Erlezeti 2027 me shumë surprizat të mdoja. Nuk kam në mungu. Jo, asnjëherë s'ka. Pas 3 vjet u kthym, tash fillojmë një etapë shumë të re, shumë të mirë, me shumë bende të re. Për disa orë, hapësira që zakonisht shërben veç për kalimtar, u bë vend i muzikës, vallëzimit dhe takimit midis njerëzve.